Mirëmbrëma të nderuar shikuesi ju adhurues të basketbollit, po ktheheni te Pro Credit Superligës. Do të jemi me ndeshjen e mbetur ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Proton Cable Prizreni, ndeshje që zhvillohet siç po shihni në palestrën 13 qershorin në Tiranë. Me ju sonte do të jem unë Ulpiana Emra dhe po shpresoj se do kemi një ndeshje mjaft interesante me dy skuadrat që mund të themi që i përkojnë në fundit të tabelës. Proton Cable Prizrenin që ndodhet në pozitën e fundit, në anën tjetër Ylli nuk qëndron më mirë, pra në 3 pozitat e fundit kemi edhe një nga skuadrat më të suksesshme viteve të fundit, por shohim edhe formacionin e skuadrës së Golden Eagle Yllit me ndryshime të shumta, largime tashmë gjatë këtij një muaji sa munguan pra ndeshjet e Superligës. Ndryshimet e shumta kanë ndodhur tek Golden Eagle Ylli, Palokaj Shoshi, Armse Çallakaj French, Wilson Gashi, Shalja Kuqi Mullaliu dhe Polutak janë të roster të skuadrës Yllit. Në anën tjetër shohim edhe rosterin e skuadrës Proton Cable Prizreni, Johnson Beck, Kreziu Shalja, Smith Junior, Gashi Nija, Futko, Jordan dhe Dasyla janë në formacion të trajnerit Arnor Rifati. Përderisa trajneri Arnor Rifati nuk ka ndryshime dhe vazhdon me lojtarët që i pati më parë. Shohim në plan të parë edhe kapitenin e Golden Eagle Yllit, Gzim Morinën, e di mulën dua në duelin e fundit kundër Zvicrës dhe një lëndim goxha të rënd e ka pësuar. Edhe më tej nuk po dihet nëse do të ketë nevojë për një operim në ditët në vazhdim, do të kuptohet dhe definohet kjo gjë. Megjithatë, një gjë është e sigurt, Gzimi do t'i mungoj Golden Eagle Yllit për një kohë të gjatë. Po shohim 5 startuese tashmë në fushë tek Golden Eagle Yllit, startojnë Palokaj, Shoshi, Armse, Çallakaj dhe French. Në anën tjetër tek Proton Cable Prizreni startojnë Johnson, Beck, Kreziu, Shalja dhe Smith Junior. Në këto ditë të fundit e dim që të gjitha skuadrat kanë bërë përforcime të shumta, të ndryshimet e fundit janë bërë në skuadra dhe edhe ekipi i Golden Eagle Yllit është përfshirë në këto ndryshime. Tashmë 2 largime kanë ndodhur, Tavares dhe Quade Green janë larguar, teksa në përbërjen e vet Golden Eagle Ylli ka shtuar Derrick Wilsonin, lojtar i njohur për publikun vendor, ish lojtarin e Sigal Prishtinës dhe nuk kam se çka të flas për kualitetin e tij, e di më mirë se çfarë lloj lojtari është, ndërsa në radhët e veta Ylli e ka shtuar edhe qendrën bosnjake Imran Polutak, i cili pritet të jetë një ndihmës goxha e madhe. Gjithçka gati për startuar ndeshja, topi i parë në duart e Jan Palokajt. French do të shkon vetë deri në fund për të realizuar pikët e para të ekipit Golden Eagle Yllit. Përmenda edhe më parë, pothuaj një muaj munguan ndeshjet e Pro Credit Superligës, që të dyja këto skuadra ndeshjet e fundit i kanë zhvilluar më 2 shkurt, pra në fillim të këtij muaji. Mbrojtje e mirë e Ferrandasve, top i vjedhur shkurt. E vjedhin topin edhe Prizrenasit, Edmond Kreziu do të ndalet për një treshe. Kapiteni i Proton Cable Prizreni nuk arrin të realizon, Smith e shpëton shkurt topin e kthen në duart e Arjan Çallakut, cili niset në kundërsul më afërti është Edmond Kreziu. Çallaku deri në fund arrin të realizon për të vazhduar serinë e skuadrës së Golden Eagle Yllit në 4-0 në këto minutat e para. Duelin e fundit që janë takuar këto dy skuadra. Dueli e zhvilluar në Sezais Roj në Prizren. Proton Cable Prizreni kishte arritur fitore 92-85. Ndërsa duelin e parë të pranverës Ylli, pra Golden Eagle Ylli arriti fitore ndaj Proton Cable Prizreni 83-79. Pamlis Shoshin, i cili nuk arriti të realizon gjatë atij tentimi. Beck në anën tjetër luan 1-1 me French, nuk e gjen hapësirën. Mbrojtje e mirë e Hasan French. Pati personale nga Driljan Shalja, që jep 2 të lira Jan Palokajt. Ne qëllan të parën Palokaj.
I sakt edhe në të dytën. 6-2. Rezultati I këtij fillimi të ndeshjes. Johnson tek Terrell Beck që gjuan për 3, nuk është I sakt, topi në duart e Jan Palokajt edhe një herë kundërsolm French deri në fund shkën. Kundërsolm fantastik I Therandasve që ja bëjnë 8-2 Proton Cable Prizrenit në këto minutat e para. Shala e kthen topin tek Smith. Pyetje mirë ndaj tij. Shala do të shkon deri në fund, bllokohet nga Liz Shoshi, edhe një herë në kundërsojm të shpejtë Tani Arjan Çallakoj ka 3 lojtar para tij. Arrin të mban topin e kthen tek Shoshi. Palokaj. Jan Palokaj afër tij. Lenzel Smith që nuk e lejon atë depërtim. Na shohim edhe një herë. Nuk e lejon depërtimin, pastërja heqa top nga duart, gjithsesi topi vazhdon të takojnë skuadrës Golden Eagle Yllit. French. Deri në fund Hasan French nuk është I sakt, Shala më I lartë në kërcep. Johnson. Gjem depërtimin deri në fund, realizon dhe ndalët edhe në mënyrë të palejuar. Jordan Johnson. Sa Hasan French ka shkaktuar personale gjatë atij depërtimi të Jordan Johnson. Famësin që ta shkria në 3. E përsin e ekipit të Golden Eagle Yllit. Nuk e qëllon gjithsesi gjuajtjen e lirë. I larti në kërcim Hasan French. Armstead. Palokaj, shpejtaj top tek Liz Shoshi. Shoshi, afër tij është Shala, gjithë në distanca, tenton Liz Shoshi, realizon Hit me 4. Ka përmenda më parë kjo ndeshje është mbetur nga gjiroja 21, gjiro e cila ishte parapartë, zhvillohet në datat 14 dhe 15 shkurt, gjithsesi për shkak të palestrave të cilat ishin të nxëna nga KQZ-ja, 3 ndeshje u shtyen dhe sot përpas këtij dueli është duke u zhvilluar edhe derbi ndërmjet bashkimit PES dhe bashkimit më sakt. Pa tentimin e Malcolm Armstead, vetë tentoi për 3, vetë mori kërcimin në sulm për ta përmirësuar veten e I pa penguar në gjumë mbrojtja e Proton Cable Prizrenit. Johnson. Edhe njerë depërton dalet nga Liz Shoshi, e të palejuar. Smith. Smith Junior deri në fund, nuk arrit të realizon, është aty Terrell Beck I cili mesin e mbrojtjes Golden Eagle Yllit arriti të marrë atë kërcim në sulm për të përmirësuar, I ngriti duart edhe trajneri I skuadrës Golden Eagle Yllit Alex Pipan, I cili ishte as pak I lumtur me atë realizim. Në anën tjetër I zgjidh gjërat Jan Palokaj me një treshe 15-6 dhe vazhdon iniciativa e Golden Eagle Yllit këtu minutat e para. Johnson tek Edmond Kreziu, kthen topin tek Terrell Beck. Afër tij Jan Palokaj, ka personale nga Palokaj, I dorën me një herë. Ky është momenti I personales së Jan Palokajt. Johnson tek Edmond Kreziu. Jordan Johnson afër tij është Malcolm Armstead.
Dasyla do të tenton për një trishë, nuk është i sakt. Hasan French me shumë autoritet në kosh e merr top. Eksa niset vetë të dëvërtan në pozitën edhe të organizatorit. Hasan French ftoj personale gjithsesi. Armstead Qallaku, French Armstead nuk ka hapësirë. Topi të Karjan Qallaku. Armstead mbetet i lirë gjuan për 3, nuk është i sakt. Hasan French tenton ta përmirëson njon parën, po në dytën eviton duelin me Edmond Kureziu nën kosh, duke realizuar për 17 me 6 tashmë përsi 2 shifrore skuadrës së Golden Eagle Yllit e detyron trajnerin Arno Rifati të kërkon time-out për të mos e lejuar ekipin vendas të shkëputet më tepër. Pas një dyshim në këto 5 minuta e gjysmë, më tepër se 5 minuta e gjysmë, sa ka kaluar dominimi i Yllit i dukshëm dhe loja më e mirë. Do të shohim mjaft i nervozuar Arno Rifati, a do të arrijë të e kfjell, nëse mund të themi, skuadrën e tij të e ndalin Yllin. Rikthehemi me njerë pas këtij time-outi. Let him alone, let him take a ball. Just stay close, do not penetrate. As I told you before, close him left side, or give orientation to the left side. Okay? Now, head on. You stay here. Run. Now, do after screen, you play this side. Self. When you penetrate, Nuno, put one back screen to Edo. Try to do kick out to Edo or finish alone like this. Hey, we're back in game. Just we need energy. Hey, energy. Box out. Nuno, you stay middle. We need rebound. Let's go. E të gjuam edhe trajnerin Arno Rifati, tha skuadrës së tij, ne kemi nevojë për energji dhe pikërisht kjo i mungoi në këto minutat e para. Do të shohim a do të arrijnë të bëjnë diçka më tepër dhe të japin energji kësaj loje, apo do të vazhdon dominimi i Golden Eagle Yllit. Johnson tek Smith. Arati Jan Palokaj, Smith ndalet në gjysmë distancë, nuk qëllon. E pam realizimin. Çfarë koshi aty gjatë atij kërcimi, nuk jam e sigurt, por më duket se Lis Shoshi ka realizuar në koshin e tij. Në anën tjetër kemi tentim për 3 pikë nga Jan Palokaj, nuk arriti të realizon. French tek Qallaku. Armstead, Jan Palokaj për një tjetër trishë edhe kësaj radhe i shkurtër, por sheni Dasyla me pasim të gabuar. Se si Shoshi nuk arrin të e kapa top. Jordan Johnson, gjithçka e pastër. Nuk arriti të debërton. E shohim edhe një herë këtë kushin karakteristik. Elios Regjin ta kemi edhe në ndonjë moment tjetër kur do që mundën. Dhe kësa e shohim këtu kërkoj personale trajneri Arno Rifati, me gjithatë gjithçka e pastër si pas referëve. Armstead. Topi do t'i takon Proton Cable Prizrenit. Edhe një Lis Shoshi. Ka luajtur i fundit, e shohim momentin. Është pikërisht Lis Shoshi me autokosh, nëse mund ta quajmë shene, se çfarë realizimi nga Lis Shoshi. Koha personale. E kthejnë Johnson topin tek Terwellback, tentoj pikërisht Johnson.
nuk e lejon kundër sulmin Malcolm Armstead. Ne shohim momentin kur Armstead nga prapa ja largon topin rënda Syllës. Bukur ai top tek Edmond Kuryeziu që gjuan për 3 pikë, realizon mire pa Lenzel Smith të lirë kapitenin I cili qëllon për 3 për të shkrirë e bërsi në 17 me 11. A du të kemi përgjigje nga Malcolm Armstead. Kur dënë të luan ky lojtar, shini sa larë nga vija e treshit, arriti të realizoni përgjigje të Edmond Kuryeziut. Me njerë me treshe. Smith. Da Sylla. Këthen tek Jordan Johnson. Da Sylla. Ka shafër ndalje në mënyrë të palejuar nga Artin Gashi, I cili në munges të Gzim Morinës është kapitan I Golden Eagle Dim që Gashi pas një kohë të gjatë u rikthye në basketball, pasur një lëndim e pas shumë vitesh u rikthye, kishte qenë edhe më parë kapitani I skuadrës, teksa sot rikthehet edhe një në pozitën e kapitenit. Pikërisht kapiteni më I larti në kërcim. Armstead tek Gashi. Palokaj. Jam Palokaj. Bukur tek Gashi. Nuk është I saktë, Edmond Kuryeziu më I larti në kërcim. Lenzel Smith. Kuryeziu për një tjetër treshe realizon Edmond Kuryeziu. Treshja e tij e dytë për 20-15 e tashmë timeout I kërkuar nga Lesh Pippen. Trajneri I skuadrës së Golden Eagle Yllit afrohet Proton Cable Prizreni në 5, pikërisht treshet e kapitenit dalin të jenë vendimtare në këto momente për të shkrirë ebërsinë e Golden Eagle Yllit, të cilët patën ebërsi edhe deri në plus 11, gjithsesi pas timeoutit të kërkuar nga trajneri Abner Rifati, gjërat ndryshuan dhe gradualisht u rikthyen në lojë ekipi Proton Cable Prizren. Do shohim si do të ndikon ky timeout I kërkuar nga banka e Yllit, kur ka mbetur edhe 1 minutë 27 sekunda deri në përfundim të çelekut të parë. Në lojtarët në fush. Pas timeoutit pra të kërkuar nga trajneri Lesh Pippen. Bukur Armstead për Hasan French, I cili lehtë me ngulitje përfundon aksionin për 22-15. Tashmë kemi hyrë edhe në minutën e fundit të çerekut të parë. Back tek Smith. Da Sylla I lirë, do të ndon për 3, nuk është I sakt. Mequr nga Jan Paloka nuk shkoj të ndimon. E lat Da Syllën të gjuan pasi në korner ishte Edmond Kuryeziu që do të realizonte treshe e treshe qëllon pikërisht Jan Palokaj. Për të rikthyer ebërsinë dy shifrore, shohim treshen e Palokaj. Bukur right up tek Jordan Johnson, asistim tjetër I mirë I Lenzel Smith. 25-17.
personale të Asylës ndaj Armstead. Janë 5 sekunda, 500 deri në përfundim të çerekut të parë, pa personalin e Asylës. Bukur ai top tek Arjan Çallaku që nuk qëllon, luftojnë në kosh të realizojnë lojtarët e Golden Eagle Yllit. Do t'jeshtë asistim fenomenal Jan Palokaj, gjithsesi nuk arriti të qëllon Arjan Çallaku, teksa e pam gjatë tentimit Terrell Beck një pjesë e kushit u çmontua. Pra përfundojnë 10 minutat e para të nderuar shikues, 25-17 rezultati pas tyre 10 minutave. Iniciative skuadrës së Golden Eagle pati përgjigje edhe nga Proton Cable Prizreni, të cilët e shkrihen në 5 avantazhin, i cili shkoi edhe deri në +11. Gjithsesi pas time-outit të kërkuar nga edhe Shpipan edhe një rylli shkëputet lehtë për të e përfunduar, pra 10 minutën e parë 25-17. Deri më tani më të dalluarit tek Golden Eagle Ylli Jan Palokaj me 8 pikë. 8 pikë e 7 kërcime i ka qendra Hasan French, në anën tjetër tek Proton Cable Prizreni 6 pikë nga kapiteni Edmond Kreziu, 2 treshe të tij. Në anën tjetër përmenda që është duke u zhvilluar edhe dueli tjetër ndërmjet PES dhe Bashkimit. 19-10 është rezultati aktual në të mirë të PES, 1 minutë 23 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë. Do të rikthehemi pas pak me çerekun e dytë të kësaj përballje.
Atëherë gjithçka gati për startuar edhe qereku i dytë, pas atij tentimi nga largësia nga Terrible Back, e pam që një pjesë e koshit pati probleme, gjithsesi tashmë gjithçka është në rregull për startuar dhe qereku i dytë, i pam edhe statistikat tek skuadra e Proton Cable Prizreni, pra më i dalluari kapiteni Edmond Kryziu me 6.2 treshe, të cilat realisht në qerekun e parë ndikuan që Proton Cable Prizreni të shkrihen sa rezultatin. Në tentimin e Lenzel Smithit, i dy fishuar nga ajo pozit, normalisht nuk arriti të realizon. Në lojë është edhe Derek Wilson tek skuadra e Golden Eagle Yullit, përcimi më i ri. Deri në fund Arjan Qallaku nuk qëllon, edhe njerë Hasan French aty për të e marrë kërcimin, nuk është i saktë në duart e Ronda Sylos. Smith, Kryziu, bukur tek Terrible Back, i cili ishte shumë në nkash, nuk arriti të realizon. Të me lëshoj ato për Palokaj gjuan për 3, janë Palokaj në flak sonte. Edhe një tjetër treshe e ti, e treta 5-3, 11 pikë nga Jan Palokaj. Lenzel Smith në anën tjetër tenton, nuk qëllon. Hasan French edhe një tjetër kërcim, zë nuk ka bëj është i 9 i ti personale. Palokajt do tjetë anash, tashmë është rikthyer përsia për 11 pikëve maksimalja sa e pati ekipi i Golden Eagle Yullit gjatë qereku të parë të ndeshjes. Derek Wilson vet deri në fund nuk arriti të realizon, por e përmirëson vetën. E përmenda më parë, nuk kam se çka të flas për kualitetet e Derek Wilsonit, e dim se çfarë shtyllë skuadrës ka qenë tek ekipi i Sigal Prishtinës, playmakeri, i cili me të vërtet do t'jetë di mes tek skuadra Golden Eagle Yullit, teksa do të kemi challenge të kërkuar nga trajneri Alësh Pipan për rastin e fundit. E pyeti Jan Palokaj, na është e sigurt? Palokaj i tha 100%, do të shojmë, është 100%. Usim regjin që ta kemi rastin e fundit. Tjetër, prej prapa. Slow që ta. Atëherë u rishikua rasti ashtu siç i tha Jan Palokaj trajnerit Pipan, 100%. Ashtu edhe doli Terrible Back, e kishte prekur i fundit topin dhe i takon ekipit të Golden Eagle Yullit. Në lojë edhe Nigja tek skuadra e Proton Cable Prizrenit, afër Derek Wilsonit. Tabi vjedhur i Jordan Johnson, i cili shkon vetë deri në fund. Mjafti nervozuar Alësh Pipan në 19. Palokaj tek Kashi, ka personale. Në shumë edhe njerë personale në Lenzel Smith. Wilson, afër ti është Nigja. Derek Wilson nuk qëllon, Arjan Qallaku është nën kosh personale.
shohim edhe një herë tentimin e Derek Wilsonit, kërcimin në sulm të Arjan Çallakut, pas personalen e Daryl Jordan, për cilin janë minutat e para tek skuadra e Proton Cable Prizrenit. Qëllon Çallaku në tentimin e tij të parë nga vija e gjuajtjes së lirë, pika e tretë Arjan Çallakut. Sakt, edhe një herë. 4 pikë për Arjan Çallakut. Johnson, ndjekur nga Derek Wilson. Denzel Smith. Nigja. Tan topin tek Daryl Jordan, nuk arriti të realizon. Hasan French edhe një herë në kësh. Palokaj. French tek Derek Wilson, e fiton duelin pa top me Jordan Johnsonin dhe mbetet plotësisht i lirë Derek Wilson në kësh, qëllon edhe njerë pika e 4 të ti në vetëm minutat e para personale e Derek Wilsonit. Sipas informatave, asnjë stërvitje nuk e ka zhvilluar me ekipin e Golden Eagle ylli Derek Wilson. Denzel Smith tek Shala. Johnson. Jordan Johnson. Dalet në gjysmë distancë, nuk është i saktë, janë Palokaj në vendin e duhur. Tope niset në kundër sulm. Çallaku. Palokaj. French. Hasan French. Pa personali definitivisht është poshtë nga Terrell Beck. Topi do t'jetë anash. E vështirë të ndalet në duelin 1-1 Hasan French, duke parë përgatitjen fizike kërshi Terrell Beckut. Pra 34 me 19 vetëm se po shkëputet në rezultat skuadra e Golden Eagle yllit 9-2 deri më tani në këtë qerek të dytë të ndeshjes. Palokaj, rikëtan topin në lojtë tek French. Njerë janë Palokaj për një tjetër treshe. Janë Palokaj e 4 ta sonte. 6-4 nga vija për 3 pikë. Janë Palokaj fenomenal. 37-19 personale French. Që jep mundësinë. Trajnerit Alesh Pipanta bën edhe zëvendësimin Imran Polutak Boshnjaku në loj. Minutat e para edhe për të në vend të Artin Gashit. Edhe Polutak nuk ka arritur të zhvillon stërvitje me skuadrën e Golden Eagle yllit, pra 2 lojtarë, 2 ardhjet e fundit gjithsesi. Vjen blokada pikërisht nga Polutak. Bëse lejuar depërtimin e Johnson në anën tjetër, janë Palokaj nuk qëllon, por pam tentoj të e përmirëson French jo, por në sekundat e tij të para në loj Boshnjaku me një blokad dhe realizim e krijon ebërsinë më të thellë në ndeshje prej 20 pikëve, 39 me 19 është rezultati kur kanë kaluar afro 4 minutat para qerekut të dytë të ndeshjes. Time-out i kërkuar normalisht nga trajneri Arnor Rifati pas kësaj serie të furishme prej 14-2 në qerekun e dytë. Rikthehemi pas time-outit.
Rikthehemi pas time-outit tashme përsipër 20 pikëve skuadrës së Golden Eagle Yllit 39 me 19. Në anën tjetër në duelin në Pej 29-19 është rezultati përsipër 10 pikëve e Pejës ndaj Bashkimit. Terrible back shkon vetë deri në fund, realizon Palokaj, personale e Shalës në kosh. Zënësohet pikërisht Shala. Në bonus është skuadra e Proton Cable Prizrenit gëzgja herët, pra 5 minuta 35 sekonda do t'jenë deri në përfundim të pjesës së parë të ndeshjes. Jep 2 të lira bosnjakut Polutak, i cili e qëllon në tentimin e tij të parë. E dyta nuk është i saktë, por është Hasan French. Edhe një herë aty. Arjan Qallaku nuk arrin të qëllon, përpaksa nuk i ka i top nga duar Terrible Bekut. Po e shohim statistikat e Hasan Frank. 8.12 kërcime, fenomenal është në kosh. Lenzel Smith në anën tjetër. Arriti të qëllon. 20-23. Derek Wilson. Qallaku, French, Wilson, Arjan Qallaku. Pendubin tek Polutak, i cili realizon edhe një herë asistimi mirë Arjan Qallakut dhe me ngulitje. Pika e 5 të bosnjakut. 22-23, Terrible Back. Kanë luajë 1-1 me Polutak, shkon deri në fund, nuk arriti të realizon. Qallaku, ka Derek Wilsonin, por zgjedh të shkon vetë deri në fund, realizon e ndajtë në mënyrë të palejuar. Pati në korner edhe Derek Wilsonin që pati mundësin të asiston, por e pa atë korridor për të depërtuar, realizuar dhe të ketë edhe një gjuajtje të lirë për të thelluar edhe më tepër avantazhin e vendasve. Definitivisht kontroll totale tek Ylli. Edhe një risak. 25-23, shojnë në plan të parë, Arpnori Fatin. Basyla kthehet në lojë në vend të Nigjës. Preziu tek Smith. Terrible Back do të tenton për një trishe. Pranon pikët. E shojmë edhe njerë si rotluaj top, tek sa French që ka prekur kushin, duhet pranohen këto pikë. Pra, bukur ai top tek Arjan Qallaku nga Jan Palokaj. Tjetër treshe e vendasve. Një seri Arjan Qallaku tashmë 28-26. Gjithë qka po esen mirë tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Dhe gjithë qka po funksionon sonte. Terrible Back. E këthen topin tek Johnson, i cili nuk është i sakt, luft për atop. Smith e ka prekur i fundit, do të kemi zëvendësim Shushi në lojë në vend të French. 8.13 kërcime, 6 për tyre French i ka marrë në sulm. Nën kosh shtylle vërtet e Yllit. Gjithsesi në përgjithësi për të lavdruar loja e Yllit sonte. Bukur Wilson tek Polutak nuk arriti të realizon nga vërsia kësaj radhe. Pasimi në fakt ishte mjaft i mirë nga
Derek Wilson, Jordan Johnson, nuk e lejon atë për të Marian Qallaku, ndritoren me një herë. 3 minuta e 4 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Smith. Johnson. Jordan Johnson. Bukur top tek Lenzo Smith, asiston. 28 me 28. Qallaku tek Poltak. Deri në fond nuk qëllon, topi në duart e Edmond Kryziut. Jordan Johnson. Johnson. Deri në fond, Jordan Johnson realizon me një timeout i kërkuar nga Alesh Pipan, nuk dëshiron të rrezikon në asnjë sekond të i kontrollin ndeshjes nga duart ekipit vendas, pavarësisht faktit që vazhdon të ketë përsi të thellë 48-30, 2 minuta 23 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kthehemi pas këtij timeouti. Derek Wilson. Dëndalet për fyshe me qasë ishte, nuk arriti të realizon. Jordan Johnson. Johnson. Përfundon jashtë. Nuk arriti të realizon. Jordan Johnson i 3 fishuar ishte. Poltak tek Qallaku. Shushi. Lidh Shushi nga një pozitë e vështirë, ka personale. Buzqesh Lenzo Smith, por në shojme në njerë momentin e personales, do të kemi zënësim tek Gordon Eagle, se në lojnë në vend të janë Palokajt. Pak pushim për Palokajn që definitivisht fenomenal ishte. 7-4 nga loja, të gjitha tentimet i ka pasur për treshe, 4 treshe të qëlluara dhe 2 gjuajtje të lira, 5 kërcime, 2 asistime, 2 topa të vjedhur, index prej plus 19 ka janë Palokaj, i cili për herë të parë ullet paksa për të pushuar nga Syla në anën tjetër ndalje dhe këta në topin tek Terrell Beck. Jordan Johnson, Beck deri në fond, bukur arrin të realizon Terrell Beck. Armstead, Derek Wilson. Ka faul në sulm nga Poltak. Në shkojmë me njerë momente, kështë momente kur është ju Terrell Beckun.
1 minutë 20 sekunda janë deri në përfundim të pjesës së parë. Personalja e dytë e Polutak 50-32 vazhdon e përsia të skuadrës së Golden Eagle Yllit, sado që përmundohen Prizrenasit bëjnë diçka më tepër. Lenzo Smith i dyfishuar rrethëm topin tek Terrell Beck, i cili nuk arrin të realizon. Arjan Qallaku topin bukur tek Derek Wilson, por nga prapa Jordan Johnson me blokad, i thot Wilson Qallakut më herët pason a top. Ky është momenti i blokadës së Jordan Johnson pas të reqa top. Kemi tentim nga gjysmë distanca. Polutak e qëllon edhe pikën e tij të 7 për të rikthyer përsim prej 20 pikëve. Tashmë minuta e fundit e pjesës së parë. Edmond Kreziu pas një kohë të gjatë në tentim për 3 pikë, nuk arriti të realizon Armstead. I rëshqeta i top nga duart Malcolm Armsteadit. Dasyla për 3, nuk është i sakt. Derek Wilson. Shkruan me sulm të zgjatur. Derek Wilson e humba top, jep mundësinë e kundër sulmit të ekipit të Proton Cable Prizreni dhe don Dasyla arrin me ngulitje fenomenale. Shohim Dasylën që përfundon pjesën e parë dhe vetë nga trova me mbiemrin e Dasylës. Ishte me të vërtet ngulitje mjaft e bukur. 52-34 pas pjesës së parë. Loja dominuar plotësisht nga Golden Eagle Ylli. Në anën tjetër Proton Cable Prizreni maksimalisht po mundohet të bëjë diçka më tepër. Gjithsesi gjërat po ecin mirë sonte për Therandasit. Më i dalluari janë Palokaj me 14 pikë, 7-4 për Treshe. 10 pikë nga Arjan Qallaku, i cili ka marrë dhe 4 kërcime, teksa 8 pikë, 13 kërcime nga Hasan French. Në anën tjetër tek Proton Cable Prizreni, Terrell Beck 11 pikë të realizuara, Jordan Johnson i ka 8, e nga 6 i kanë shtuar Lenzo Smith Jr. dhe Edmond Kreziu. Shkojmë pak marketing për të rikthyer edhe me pjesën e dytë të kësaj përballje.